Përshëndetje të nderuar shikues, ky është edicioni shëndror i lajmeve në Radio Televizionin 21. Në gjykatën speciale në Hag, dita e dytë e deklaratave përmbyllëse të prokurorisë, ka sjell akuza të forta ndaj ish-presidentit Hashim Thaçi. Prokurori Matt Halling pretendoi se Thaçi ka mashtruar faktor kyç ndërkombëtar, përfshirë James Rubin dhe Wesley Clark, duke ndikuar drejt për drejt në mënyrën se si bashkësia ndërkombëtare e kuptoi funksionimin e UÇK-s. Ai madje ka porositur që deklaratat e mbrojtjes, të cilat fillojnë nesër, të merren me rezerva për UÇK-n edhe rolin e ish-udhëheqësve të saj. Prokurori Matt Halling pretendoi se të akuzuarit kanë pasur role në shtabin e përgjithshëm të UÇK-s, të cilat ishin në gjendje të shpërndanin qëllimin e tyre të përbashkët kriminal. Sipas tij, akuzuarit krijuan mjete dhe mohuan veprat e tyre penale në përpjekje për t'i gënjur ndërkombëtarët. Në rolet që kishin, ishin në gjendje të shpërndanin qëllimin e përbashkët kriminal, të emëronin antarët e NKP-s dhe mjetet përkatëse, të koordinonin përpjekjet e tyre dhe mohuan veprat penale në mënyrë që të hidhnin të gënjenin ndërkombëtarët. Parashtrimet për qëllimet e përbashkëta janë diskutuar tashmë. Krimet që kanë kryer janë kontribute të rëndësishme të NKP-s. Ai ka hedhur dyshime mbi besueshmërinë e dëshmitarit të tyre Sokol Bashota lidhur me përfshirjen e Hashim Thaçit në shtabin e përgjithshëm të UÇK-s. Mbrojtja e Thaçit keq orienton kur thot se Azem Sula, një prej antarëve të NKP-s, ka qenë në pozicion të dinte kush kanë qenë antarët fillestar të shtabit të përgjithshëm. Kjo në fakt është në mospërputhje me atë që ka shtëm për Hashim Thaçin si një nga themeluesit e UÇK-s. Në provën 847, Syla flet për përbërjen e parë të shtabit të përgjithshëm të UÇK-s. Ai evidenton Thaçin, Kadri Veselin dhe Recep Selimin si antar themelues. Në provën 1875, Syla në fakt flet për diçka tjetër. Gjegjësisht se çfarë konsideronte ai një takim themelues të UÇK-s në dhjetor të 1993-shit. Sipas prokurorit Halling, Thaçi ishte i aftë maskonte atë që po ndodhte në realitet, ndaj, siç tha, as James Rubin, as Wesley Clark dhe ndërkombëtarët e tjerë nuk e dinin se çka po ndodhte në terren. Ajo që nuk kuptojnë James Rubin, Wesley Clark dhe ndërkombëtarët të tjerë është që Thaçi ishte i aftë të maskonte atë çka po ndodhte në realitet. Dhe kjo ndikoi në botkuptimin e tyre për të kuptuar vërtet se si funksionon të UÇK-ja. Veçanërisht të Rubin dhe Clark treguan që nuk ishin kurrë interesi për të kuptuar çfarë ndodhte në realitet. Dhe besonin se puna e tyre ishte në anën e duhur të historisë dhe nuk u përballën me atë çka po dëgjon tashmë ky trup gjykues. Duke folur për përgjegjësinë e Hashim Thaçit në luftë, prokurori tha se ai ka kontribuar në shumë vepra penale. Ai shtoi se kontributi i të akuzuarit në UÇK nuk ishte për qëllime politike apo neutrale, siç thot mbrojtja. Në fakt, Hashim Thaçi ka qenë një përkrahas i drejt për drejt i qëllimit të përbashkët kriminal. Këtë mund ta shihni më konkretisht për mënyrën se si ai flet për LDK-n, një prej grupeve që shënjestronte politika ndaj oponentëve. Ai deklaron se ata që nuk e njohin shtabin e përgjithshëm janë kriminal dhe ne nuk do t'u japim armë kriminalëve, por ne do të luftojmë kundër tyre. Ja ku kemi provën 486, ku në një moment të tensionuar me Tahir Zemaj, Thaçi i drejtohet dhe i thot, do të luftoj Tahir Zemaj njësoj si serbët, ty dhe njësit e tua. U ndalua delegacioni i Qirezit edhe kulminoi me kërcënim e zotit Thaçi kur tha do t'ju vrasim në Prishtinë. Sipas prokurorit Matt Halling, Thaçi dhe Veseli para se të hiqnin dikë nga skena e akuzonin si bashkëpunëtor të Serbisë dhe se ata që nuk respektonin lëvizjen popullore të Kosovës do të vuanin pasojat. Ai pretendoi se Hashim Thaçi dhe Kadri Veseli personalisht janë të përfshirë në emërimin e komandantëve të UÇK-s. Madje ai pretendoi edhe se Veseli
Madje ai pretendoi edhe se Veseli ishte pjesë e vendimit për të vendosur persona caktuar për t'i mbikëqyrur operacionet, siç tha, të torturës. Kadri Veseli dhe Hashim Thaçi personalisht janë përfshirë në këto emërime komandantësh. Veseli në këtë rast nuk është jashtë vendi, nuk është jashtë shteti, ai nuk është i shkëputur nga këto ngjarje, por ai është pjesë e vendimit që i ka vendosur këto persona për të mbikëqyrur operacionet e torturës. Pas prokurorisë fjalën përmbyllëse kishte mbrojtësi i viktimave Simon Laus. Ai citoi deklaratat të dëshmitarëve lidhur me dëmin që pretendohet se kanë pësuar viktimat. Sipas tij, anëtarë të UÇK-s kanë kryer krime, por kjo nuk e bën atë organizatë kriminale. Megjithatë, ai shtoi se shumë prej viktimave kanë mbështetur UÇK-n dhe disa kanë qenë anëtarë të saj. Shumë prej viktimave kanë mbështetur UÇK-n, një numër prej tyre kanë qenë anëtarë të UÇK-s. Këtu nuk bëhet fjalë për të denigruar këtë institucion. Përveç kësaj, Laus deklaroi se këtu bëhet fjalë për sjelljen e disa anëtarëve dhe pasojat që kanë pasur sjelljet e tyre në jetën e viktimave. Por bëhet fjalë për sjelljen e disa prej anëtarëve të tij dhe pasojat në jetën e atyre të cilët unë i përfaqësoj. Mund të thuhet që ishte pashmangshme që lufta e UÇK-s për pavarësi do të çonte në humbje jetësh njerëzore. Kjo është pasojë e konfliktit dhe asgjë që mund të them unë nuk përbën gjykim lidhur me të drejtat apo të padrejtat e kësaj lufte dhe nuk është as vlerësim i UÇK-s në përgjithësi. Përveç kësaj, ai tha se ishte e pashmangshme që të humbnin jetë njerëzish, por ai pyet se a ishte e pashmangshme që kjo luftë të çonte në mizori humbjet lirisë së shumë personave e të tjera. Ishte e pashmangshme që do të humbeshin jetë njerëzish. Por a ishte e pashmangshme po ashtu që kjo luftë të çonte në mizori dhe në vdekjet për të cilat ky trup gjykues ka dëgjuar kaq shumë tashmë, a ishte pashmangshme që një luftë çlirimtare të çonte në humbjen e lirisë për një numër kaq të madh njerëzish, apo që civile nga të gjitha komunitetet të torturoheshin dhe disa prej tyre të humbnin edhe jetën, ndërkohë që mbaheshin të parandaluar nga UÇK-ja. Ju do të duhet të merrni vendim se pse ka ndodhur këtë gjëra. Laus tha se antarët e UÇK-s kanë kryer krime, por kjo nuk e bën atë organizatë kriminale. Në fjalën e tij para gjykatës, Laus tha se ka pasur përpjekje cinike për të fshehur krimet e pretenduara. Mbrojtësi i viktimave tha se familjarët e viktimave kanë jetuar në pasiguri, pasi disa prej tyre nuk kishin informacione se të afërmit e tyre nuk jetonin më, duke shtuar se mungesa e informacioneve u jepte atyre shpresë. Ai po ashtu pretendoi se disa nga viktimat kanë heshtur për humbjen e të afërmëve të tyre nga frika se e njëjta gjë mund t'ju ndodhte atyre. Organizata e veteranëve të luftës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës ka shprehur shqetësim dhe kundërshtim ndaj përmbajtjes dhe gjuhës së përdorur në fjalët përmbyllëse të prokurorisë në dhomat e specializuara në Hag. Në reagimin e OVL-UÇK-s thuhet se pretendimet e paraqitura përbëjnë tentim për kriminalizim të luftës çlirimtare. Pretendimet përfshin etiketimin e udhëheqjes së UÇK-s si pjesë e një ndërmarrje të përbashkët kriminale, përbëjnë një tentativë të papranueshme për kriminalizimin e luftës sonë çlirimtare dhe për rishkrimin e historisë së rezistencës së drejtë të popullit të Kosovës, thuhet në reagim. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka reaguar sërish duke quajtur idiot ndërkombëtar prokurorin Matt Howling. Ai ka shpërndar një video nga fjala e këtij prokurori që thot se Thaçi ka tentuar t'i mashtroj edhe ndërkombëtarët. Në video prokurori thot Thaçi ishte i aftë që të maskonte atë që po ndodhte në realitet, veçanërisht Rubin dhe Clark treguan se
nuk kishin interes për të kuptuar se çfarë po ndodhte në realitet. Çfarë idioti ndërkombëtar, ka shkruar Rama. Ndërkaq Haxhi Shala, Bashkim Smakaj e Fadil Fazliu, të cilët akuzoheshin për pengim të drejtësisë, janë liruar me kusht. Gjykata speciale ka konstatuar se rrethanat kanë ndryshuar që nga rishikimi i paraburgimit, duke vlerësuar se vazhdimi i mbajtjes së tyre në paraburgim nuk ishte më i arsyeshëm dhe as proporcional. Përmes njoftimeve të ndara, dhomat e specializuara thanë se isheprori i Ushtrisë Lirimtare të Kosovës, Haxhi Shala, u lirua pasi kryetarja e dhomave Ekaterina Trëndafilova modifikoi dënimin e tij. Këto kushte do të vazhdojnë të zbatohen për pjesën e mbetur nga 3 vjetët e dënimit të Shalës, u tha në njoftimin e dhomave të specializuara, ku shtua se Shala u kthye në Kosovë më 10 shkurt. Familjarë të tij kanë publikuar fotografi në rrjetet sociale ku shfaqet Shala në Kosovë. Modifikimi i vendimit vjen pasi në dhjetor të vitit të kaluar, kryetarja e gjykatës speciale Ekaterina Trëndafilova kishte hedhur poshtë kërkesën e Shalës për ulje të dënimit. Sipas njoftimit të 10 shkurtit, Trëndafilova tha se Shala ka treguar disa shenja të rehabilitimit. Kryetarja gjykoi se ndonëse veprat penale për të cilat ai u shpall fajtor janë të rënda, Shala kishte shkruar letrën me nismën e vet dhe pa ndihmë ligjore, pas një periudhe reflektimi. Ajo konstatoi se letra e tij ishte shenjë e distancimit të sinqert nga veprat penale për të cilat u shpall fajtor. Sipas ligjeve, kur një person vuan 2/3 e dënimit, ai ka të drejtë të kërkojë ti ulet apo modifikohet vendimi, por vetëm nëse plotson kriteret për një gjë të tillë, tha specialja. Shala është dënuar me 3 vjet burgim shkurtin e vitit 2025, pasi paraprakisht pranoi fajsin për pengim të drejtësisë. Shala kishte qëndruar në burgun në Hag që nga 11 dhjetori i vitit 2023. Ai u dënua së bashku me 2 të tjerë, Sabit Januzin dhe Ismet Bahtiarin, ndaj të cilëve prokurorët e gjykatës speciale kishin aktakuz për pengim të drejtësisë. Bahtiari dhe Januzi u dënuan me nga 2 vjet burgim, që të 3 kishin arritur marrëveshje me prokurorët për pranimin e fajsisë. Ndërkaq, në njoftimin e ndarë për Smakajn dhe Fazliun, gjykata speciale tha se ata u liruan me kusht. Ata akuzohen për pengim të drejtësisë dhe bëjnë pjesë në një aktakuz të përbashkët me Hashim Thaqin, Hajredin Kuqin dhe Isnik Kilajn. Në vendimet e tij të 3 shkurtit 2026, gjykatësi konstatoi se rrethanat kishin ndryshuar që prej rishikimit të paraburgimit të Smakajt dhe Fazliut në dhjetor 2025 dhe se mbajtja e tyre në paraburgim nuk ishte më e arsyeshme apo proporcionale. Megjithse gjykatësi konstatoi se ende ekzistonte një farë rreziku që në qoftë se lirohen si Smakaj ashtu edhe Fazliu, mund të pengojnë ecurinë e procesit. Ai arriti në përfundim se e drejta themelore e tyre për liri peshon më shumë se këto rreziqe. Gjykata tha se një arsye e lirimit të tyre është se nëse do të llogaritej koha e kaluar në paraburgimin e të dyve, atëherë kjo kohë te kalon dënimin minimal që do të merrnin sipas ligjit, në qoftë se do të shpalleshin fajtor. Nesër në mesditë pritet të konstituohet Kuvendi i Kosovës. Presidentja Vjosa Osmani ka caktuar seancën, ndërsa lëvizja vetëvendosje pretendon se i ka siguruar votat për zgjedhjen e kryetarit të ri dhe paralajmëron formimin e qeverisë në të njëjtën ditë. Opozita akuzon për mungesë transparence, ndërsa burimet e radio-televizionit 21 bëjnë të ditur se Albulena Agjiu do të jetë sërish emri propozuar për krye parlamentare. Pas certifikimit të rezultateve të zgjedhjeve nga KQZ, presidentja Vjosa Osmani është vënë në lëvizje, e cila ka caktuar seancën konstituive për të mërkurën. Osmani dha edhe arsyet e këtij vendimi. Duke pasur parasysh urgjencën e krijimit të institucioneve, miratimit të buxhetit dhe marrëveshjeve ndërkombëtare, në përputhje me kushtetutën dhe legjislacionin fuqi, presidentja ka vendosur që seancën konstituive të Kuvendit të ftoj për nesër, më 11 shkurt 2026 në orën 12.
Vetëvendosje si partia e pare dal nga zgjedhjet e fundit e ka të drejtën kushtetuese të propozoj kandidatin për kryetar të kuvendit. Deputeti i zgjedhur i këtij subjekti politik Enver Haliti deklaroi se i kanë votat e sigurta për zgjedhjen e kryetarit të ri të kuvendit, por nuk tregoi se kush është kandidati. Lëvizja Vetëvendosje ka 57 vota, duke llogaritur edhe në partnerët e koalicionit të partive të minoriteteve jo serbe. Besoj që dikun 65-66 vota do t'jenë besoj mjaftueshme për themelimin e institucioneve. Për partitë e tjera parlamentare, PDK, LDK dhe AAK, vetëvendosje po vepron në bazë të praktikave të kaluara të seancave konstituive, duke mos treguar paraprakisht se kush është kandidati për kryetar të kuvendit. Deputeti i PDK-s Gjavit Haliti i tha Radio Televizionit 21 se fillimisht do të shohin se kush do të jetë kandidati për kryeparlamentar. Pastaj do të vendosin nëse do të votojnë për apo kundër. Po tani jemi të gatshëm apo sjemi të gatshëm është diçka që vendoset nesër. Do të shohim më pari se kush do të jetë kandidati, sepse ne nuk e dim kush është kandidati. Uroj që mos bëhen të përsëritje e gabimeve të seancës konstituive të kaluar dhe në përputhje me emrin e kandidatit ose në përputhje me vendimin që e marrim nesër edhe do të votojmë ose s'do të votojmë. Radio Televizioni 21 merr vesh nga burimet brenda vetëvendosjes se kandidate për kryetare të kuvendit do të jetë Albulena Haxhiu, por ky subjekt politik nuk ka treguar nëse votimi do të procedohet në mënyrë të fshehtë apo të hapur. Hulumtuesi në IKD Naim Jaka i vlerëson se për hir të transparencës votimi duhet të jetë i hapur. Ne si IKD nuk preferojmë edhe të akordim të partive politike që të shkohet me proces të votimit të fshehtë. Standardi duhet me urujtësi i shenjtë për shkak që deputetët duhet me votu në mënyrë transparente për një kryetar që do t'i udhëheq ata edhe seancën edhe do ta përfaqësoj kuvendin jashtë Republikës Kosovës. Ndërkohë vetëvendosja ende nuk e ka një qëndrim të qartë nëse do ta votojnë apo jo kandidatin për nënkryetar të kuvendit nga komuniteti serb, i cili sipas vendimit të gjykatës kushtetuese i takon grupit më të madh parlamentar, Liste Serbe. Nuk mund të them asgjë për shkak se ende nuk jemi takuar si përbërje e re e grupit tonë parlamentar. Besoj që sot ose nesër paradite do të kemi një takim grupi i ri parlamentar dhe do të sqarohen të gjitha se si do veprojmë tutje. Pavarësisht sfidave që mund të përballet kuvendi për zgjedhjen e të gjitha strukturave të reja, Glauko Njufca shpreson se të mërkurën do të formohet edhe qeveria e re. Nesër do të bëhet kuvendi dhe nesër shumë shpresoj që do të bëhet edhe qeveria. Seancën konstituive do të udhëheqë deputeti i vetëvendosjes Avni Dehari si më i vjetrin e moshë së bashku me deputeten më të re Sala Jashari nga PDK. Në mbrëmje ish kryetari kuvendit Dimal Basha ka mbledhur në takim përfaqësuesit e partive politike për përgatitjet rreth seancës konstituive që mbahet nesër. Nga Partia Demokratike e Kosovës kanë shkuar Vlora Qitaku e Përparim Gruda, nga Lidhja Demokratike e Kosovës Kujtim Shala, kurse nga Aleanca për Armërinë e Kosovës i pranishëm ishte Besnik Tahiri. Lëvizja vetëvendosje përfaqësohej nga Albulena Haxhiu. Po ashtu të pranishëm ishin edhe përfaqësuesit nga komunitetet jo shumicë. Sipas raportit të Transparency International, Kosova ka rënë për 3 pozita në indeksin e perceptimit të korrupsionit për vitin 2025. Agjencia për parandalimin e korrupsionit i tha Radio Televizionit 21 se ndonse në vitin 2025 Kosova nuk pati institucione plotësisht funksionale, puna e saj nuk u ndërprej dhe nuk u ndikua drejt për drejt nga situata. Kosova ka rënë për 3 pozita në indeksin e perceptimit të korrupsionit nga organizata ndërkombëtare Transparency International për vitin 2025. Vlerësimi e vendosi Kosovën me 43 pikë në pozitën e 76 nga 182 vende. Në vitin 2024, Kosova u rendit e 73-ta. Një ndër arsyet që Kosova ra për 3 pozita u tha të jetë mungesa e institucioneve funksionale gjatë vitit 2025. Drejtori i Agjencisë për Parandalimin e Korrupsionit, Ylli Buleshkaj, tha se ka pritur që vendi së paku të mbaj pozitën që pati vitin e kaluar,
me që sipas tij, Agjencia për Parandalimin e Korrupsionit nuk është ndikuar nga mungesa e institucioneve. Kemi pasur mbi 100 gjobat që ka shqiptuar agjencia fillimisht. Kemi pasur mbi 100 raste që kemi dërguar në prokurori. Kemi pasur plot vrejtje që janë dhënë zyrtarëve publik për dyshimet që mund të jenë në afera që mund të çojnë në korrupsion. Kemi trajtuar mbi 200 raste të konfliktit interesit dhe janë dhënë udhëzimet qoftë për të evituar, janë dhënë udhëzimet për të prishur procedurat që janë lidhur në konflikt interesit dhe kemi dërguar edhe raste në prokurorinë e shtetit për shkeljet të cilat i kemi evidentuar. Megjithatë, Buleshkaj përmend edhe mungesën e strategjisë kombëtare për luftimin e korrupsionit. Tash, dyshimet për korrupsion më të mëdha janë standarde, janë kryesisht në prokurimin publik, është në sektorin e dhënies së licencave dhe lejeve të ndërtimit e tjera. Do të kjo është, por ky trend është global. Do të besueshmëria në këto procese gjithmonë është e sfiduar. Ndoshta edhe për shkak të transparencës së proceseve, qoftë për marrjet e lejeve licencave, të cilat nuk janë shumë publike, ngaherë kriteret duken që janë nga rasti në rast variojnë, edhe pse ato ligjërisht nuk janë të tilla. Këto institucione që punojnë në këtë fushë do të punojnë më shumë që të rritë transparenca. Një mungesë e cila është evidentuar edhe nga ky vlerësim është mungesa e strategjisë kombëtare kundër korrupsionit, për të cilën agjencia është përgjegjëse për ta zbatuar, por nuk është përgjegjëse e vetme për ta hartuar. Hulumtuesi i Institutit Demokratik të Kosovës, Florenc Pahia, thotë se ndikim në rënje për 3 pozita patën edhe hetimet e prokurorisë speciale për një numër ministrash të qeverisë Kurti dhe ngritja e aktakuzës ndaj ministrës së tregtisë Rozet Hajdari lidhur me rastin e rezervave shtetërore. Normalisht edhe akuzat e ngritura për zyrtar të ndryshëm qeveritar dhe hetimeve të filluara nga Prokuroria Speciale në drejtim të zyrtarëve të ndryshëm qeveritar ka bërë që indeksi i perceptimit të ketë zbritje. Ministria Hajdari nuk është e vetmja ministre që do të përballet me organet e drejtësisë. Zyrtarët të qeverisë Kurti në vazhdimsi janë bërë subjekt hetimesh të prokurorisë speciale. Së paku, edhe 2 ministra të tjerë janë në hetim në ndyshimet për keqpërdorim të pozitës zyrtare, ndërkohë shoqëria civile, si arsye shtesë pse Kosova humbi pozitën që kishte vitin e kaluar, përmendi edhe mungesën e aktgjykimeve dënuese nga gjykata për zyrtarët publik dhe mbajtja e 10 pozitave të rëndësishme shtetërore me ushtrues detyre, duke u cilësuar si indikator se pushteti dëshiron të mbajë nën kontroll administratën publike. Kalojmë në një ngjarje të 19 vjetëve më parë që u përkujtua sot vrasja e Arben Gjeladinit dhe Mon Balajt nga policia e Unmikut. Ata u vranë më 10 shkurt 2007 në protestën e lëvizjes vetëvendosje kundër Pakos Ahtisarit për statusin e Kosovës. Në këtë përvjetor u bën homazhe para pllakës përkujtimore të Arben Gjeladinit dhe Mon Balajt, me çast kreu i vetëvendosjes Albin Kurti akuzoi Unmikun për vrasjet në protestën e 10 shkurtit 2007. Në atë protest ne po kundërshtonim pakon e ish emisarit të Kombeve të Bashkuara për statusin e Kosovës dhe ish presidentit finlandez Marti Ahtisari si një kompromis që shënonte padrejtësi për popullin ton dhe për të drejtat tona. Edhe vetë Ahtisari ka thënë që propozimi i tij është kompromis. E ne ishim bindur që është një kompromis tepër i madh, ishim për partneritet me ndërkombëtarët, por jo për servilitet karshi tyre. Dëshironim që në Kosovë të vendos kuvendi, e qeveria, e presidenti. Kurti rikujtoi se si ndodhi vrasja e 2 aktivistëve të vetëvendosjes, me çast u lënduan edhe 84 protestues. Këtu ku jemi tani, u bllokua marshi ynë, dhe me njëherë filloi gazi lotësjellës që bëri vështirë ta njohim njëri tjetrin, se lëre më të shohim pak më tej se kush ku është. Dhe vetëm 8 sekonda pas hedhjes së gazit lotësjellës, policia Unmikut filloi që me plumba gome të skaduar prej 11 vjetësh të qelloi mbi trupat e demonstruesve, kryesisht
në Vazhdojmë edicionin me tematika të tjera. Mësimdhënësit e shkollës Pavarësia në Prishtinë bojkotuan mësimin për 2 orë në shenjë proteste për incidentin e dhunës një ditë më parë ndërmjet një nxënësi e mësimdhënësi. Ata paralajmëruan edhe veprime të tjera sindikale nëse nuk sqarohen rrethanat e plota të këtij skandali. Shkolla Pavarësia në Prishtinë ka 1992 nxënës, ndërsa kjo është klasa ku ndjek mësimet të nxënësi me inicialet A.O e që u bë rast i njohur në gjithë Kosovën për dhunën që është ushtruar mbi të. Ngjarja në shkollën Pavarësia në Prishtinë ka hapur sërish debatin mbi sigurinë në shkolla dhe nevojën për mekanizma më të fortë parandalues, në mënyrë që ambientet shkollore të mbeten vende të sigurta për fëmijët. Një prej çështjeve parësore që duhet me u trajtu prej institucioneve përgjegjëse për me u kthy fillimisht dinjiteti edhe serioziteti brenda institucioneve shkollë. E kjo pastaj ngërthen në Ishte kjo një gabim në transmetim e kronikës që trajton çështjen e sigurisë, ndërkaq ndjekim temën për grevën e mësimdhënësve në shenjë proteste për dhunën që ka ndodhur. Pas videos ku shihet mësimdhënësi duke e goditur nxënësin me iniciale A.O në shkollën Pavarësia në Prishtinë, por edhe nxënësi duke ia kthyer mësimdhënësit A.K, u ngre alarmi për siguri në shkolla. Reagimi i shkollës ishte duke e bojkotuar mësimin në 2 orët e para të mësimit. Nga shoqata sindikale e shkollës, Pavarësia thonë se janë kundër çdo lloj dhune ndaj secilit. Kjo grevë nuk organizohet për të justifikuar dhunën dhe as për të mbrojtur atë. Përkundrazi, ajo është një reagim kundër dhunës dhe kundër veprimeve delikuente që po të cënojnë sigurinë dhe dinjitetin e mësimdhënësit në procesin edukativ arsimor. Organet e drejtësisë duhet ta shqyrtojnë urgjentisht rastin dhe të dalin me të vërtetën dhe të vendosin masa si dhe të lirohet mësimdhënësi nëse konstatohet se paraburgimi është i padrejtë, thonë nga Zbashk. Përveç dhunës psiqike që po ushtrohen ndaj punëtorëve të arsimit ndaj mësimdhënësve, nga ana nxënësve e shpesh edhe nga ana prindve ka raste edhe kur janë sulmuar fizikisht, sikurse që kemi pa rastin e djeshit dhe na vjen shumë keq që ka ndodhur kjo xhëri, por me keqja më e madhe kësaj është që ngjarja nuk është paraqit në mënyrën e duhur krejtësisht, por është marrë një pjesë nga fundi i ngjarjes pothuajse dhe ajo është emituar në mediat. Edhe Ministria në detyrë e arsimit Arbrie Nagavci ka reaguar për rastin e dhunës në shkollën Pavarësia në Prishtinë. Sipas saj, rasti i djeshëm e ka bërë të qartë edhe një herë se të gjithë mund të jenë të ekspozuar ndaj dhunës. Përtej kësaj, me sa kam dëgjuar sot nga një deklarat e përfaqësuesve të shkollës, atyre nuk është lejuar ose kam pas pamundur të marrin masa disiplinore në raport me siç u tha nga shkolla, shkeljet e vazhdueshme disiplinore nga ana e shkollës, e që është tetë problematike sepse Komuna e Prishtinës e ka të miratuar rregulloren që në vitin 2016 dhe sipas asaj rregullore janë përcaktuar sakt masa disiplinore të cilat duhet të ndërmirren sa po të krijohet ndonjë incident dhe të mos lejohen përshkallëzime të tilla. Gjithsesi për këtë rast, inspektorët kanë qenë çdo në shkollë, sot janë duke vazhduar punën e tyre, duke marrë raportet dhe deklaratat edhe nga drejtoria e arsimit dhe do të adresohet secili që ka përgjegjësi për këtë rast dhe jo vetëm për këtë. Ne si drejtoria e arsimit kemi rol facilitues dhe mbështetës për shkollat në ato kapacitetet që kemi. Sigurisht rastet e tilla kërkojnë trajtim fillimisht të brendshëm për brenda shkollës me kapacitetet të cilat po them janë të pamjaftueshme. Në trajtim përfshihet trajtimi fillimisht nga mësimdhënësi, kujdestar klasës, drejtori i shkollës dhe shërbimet psikologjike të cilat janë të mangëta në shkollat tona. Nëse flasim për masa ndëshkuese, është e lehtë të vihet te një konkluzion se si parashe ligji të ndëshkohet një nxënës ose të ndëshkohet një mësimdhënës, mirë po ne nuk duhet të fokusohemi vetëm në masa ndëshkuese, duhet të flasim pak më tepër për ato masa që ne duhet i bëjmë për të trajtuar këta nxënës sikur nxënës që kërkojnë mbështetje.
Po, sigurisht për vitit 2016, ndoshta në atë periudhë kur ministra Vecia nuk është më drejtoresha e arsimit në komunën e Prishtinës dhe sikur ka harruar rrethana në të cilat funksionon pushteti lokal në fushën e arsimit. Sot ministrja ka mbi 5 vite që është vetë ministre e arsimit dhe udhëheq një ministri të përgjumur në aspektin e qartësimit ligjor, të cilin komuna tash sa vite e kërkojnë drejt qartësimit të përgjegjësive të shkollës, përgjegjësive të këshillit të prindërve dhe përgjegjësive të nxënësve. Po është edhe një deklaratë tjetër ku ministri referohet edhe numrit të psikologëve të cilin komunat sikur e kanë përdorur për diçka tjetër, gjë që nuk qëndron. Në komunën e Prishtinës aq psikolog sa ka ndarë Ministria e Arsimit, të njëjtit sot janë duke punuar në shkolla, megjithatë formula e financimit është e gabuar, të njëjtën gjë që është dashur ta trajtoj prap Ministria e Arsimit me Ministrinë e Financave, nuk e kanë bërë një gjë të tillë. Sipas mësimdhënësve të shkollës Pavarësia, arsimtari APK është sulmuar nga 10 nxënës derisa ishte në kohë pushimi. Lexojmë tani një lajm të fundit për orarin e seancës konstituive që është paraparë për nesër, i cili ka ndryshuar. Kryetari i Kuvendit të Kosovës Dimal Basha ka njoftuar se me kërkesë të nënkryetares së PDK-s Vlora Qitaku, seanca konstituive nesër do të mbahet me fillim nga ora 17. Kjo kërkesë erdhi pasi në kuadër të procesit të gjykimit po zhvillohet në Hag kundër ish-krerëve të UÇK-s. Pra fjala e mbrojtjes fillon nesër, pastaj për këtë arsye është hyrë seanca në orën 17, seanca konstituive Kuvendit. Vazhdojmë me rrjedhën e informacioneve këtu në studio. Flasim tani për çështjen gjyqësore në rastin e incidentit. Zëdhënësja e prokurorisë themelore në Prishtinë, Kaltrina Shala, ka thënë për Radio Televizionin 21 se prokurori rastit do të kërkoj nga gjykata caktimin e njerëz nga masat për sigurimin e prezencës së të pandehurit në procedurën penale, pra për rastin e incidentit të dhunës në shkollën Pavarësia. Fillimisht dua t'ju njoftoj se Prokuria Themelore në Prishtinë, pas marrjes së informacioneve nga Policia e Kosovës, në bazë të këtyre e lidhur me këtë rast, ka iniciuar procedurë penale në bazë të urdhrit të prokurorit të procedurës paraprake nga Departamenti i Përgjithshëm, ka ndaluar të dyshuarin, në këtë rast arsimtare, në kohë zgjatje prej 48 orësh, për shkak se njëti ka kryer veprën penale, keq trajtimi gjatë ushtrimit të detyrës zyrtare apo autorizimeve publike. Në këtë drejtim, Prokuria, së bashku me organet e tjera relevante, janë duke ndërmarrë të gjitha masat dhe veprimet e nevojshme hetimore në përputhje me dispozitat ligjore në fuqi. Sot patëm një protestë kolektive të shkollës lidhur me dhunën që është ushtruar ndaj profesorit. Si është situata? Për dhunën situata, mund të them që Prokuria është duke ndërmarrë të gjitha masat dhe veprimet e nevojshme hetimore lidhur me këtë rast, për shkak se ende jemi në fazën fillestare të kësaj procedure penale. Mirë po janë duke ndërmarrë të gjitha masat dhe veprimet e nevojshme nga ana e prokurisë. A ka ndonjë raport mjekësor për profesorin? Ende jemi në fazën fillestare, pritet zhvillime të reja ditëve të ardhshme. Pra nuk mund të ndash detaje lidhur me. Shkak se jemi të rezervuar, ju e dini që nuk mund të ofrojmë detaje për shkak se na ndalon kodi i procedurës penale. Një temë tjetër problemore që prek pensionistët, të cilët po përballen me paqartësi rreth obligimit për t'u lajmëruar çdo 6 muaj se janë gjallë. Ndonë se disa kategori janë liruar nga ky detyrim, shumë të moshuar ende paraqiten në zyra nga frika se mund të humbin pensionin. Ndonë se të lodhur nga mosha, këta pensionist kanë edhe një hall tjetër. Ata po detyrohen të lajmërohen se janë gjallë për të marrë tutje pensionin edhe ashtu simbolik. Edhe pse disa kategori pensionistësh, siç janë ata kontributdhënës, me kontribut të pjesshëm dhe pensionet familjare, janë liruar nga detyrimi për paraqitje çdo 6 muaj, shumë prej tyre nga frika e humbjes së pensionit vazhdojnë të paraqiten në zyrat e Departamentit të Pensioneve. Pas shfuqizimit të neneve që obligonin të gjithë pensionistët të paraqiten në qendrat e pensioneve nga Gjykata Supreme, Ministria e Financave ende nuk e ka zbatuar plotësisht këtë vendim, duke krijuar konfuzion tek kjo kategori qytetarësh.
Nezir Musliu, kryetari i sindikatës së pensionistëve në Prishtinë, thotë se edhe vetë kishte dilema nëse duhej të lajmërohej apo jo. Sipas tij, edhe pse disa kategori janë liruar, është e padrejtë që të tjerët të vazhdojnë të nënshtrohen kësaj rregulle. Këtu pyeta lirohen vetëm ata që janë kontribut pagues, që kanë më tepër përvojë punës edhe çajo kategori. Raste të rona kemi në Prishtinë sidomos, që nuk mundet as në kerë me hy, as me dalë, as në krevet. Është gjallë, është shumë e padrejtë në emën të sindikatës, edhe kështu në emën të pensionistët, është shumë e padrejtë çdo 6 muaj më lajmëruar. Të njëjtat shqetësime i kanë edhe pensionistët të tjerë. Ata kërkojnë që rregulli për lajmërim çdo 6 muaj të hiqet. Tash unë erdha se muajin e kalum s'ka mujt me marr pensione. Për shkak çdo 6 muaj që po duhet mu lajmëru, kom harru. Edhe nuk mujta me marr, çështë erdha mu lajmëru. Ma mirë është me hiek. Pse mu hiek kjo, kur gjë nuk është, për në malë të tënë, më orë kështë për detë. Edhe çdo 6 muaj. Jam pensionist, jam lajmëru, kanë thonë që s'ka nevojë mu lajmëru, mos i je kontribut vënd. Kurse për shoqën, isha me shoqën, ajo është që merr plesnis pensionin, ajo i ka thonë që çdo 6 muaj mu lajmëru. Ka pasoja për shëndetit, që nuk e vështirë me se po pasoja, masi po pikomve pa në kohët. Unë nuk e shoh në rregull, po na e kanë bë, do të më ju përshto se kem nevojë me marrë tollat tona. Televizioni 21 ka kërkuar përgjigje nga Ministria e Financave lidhur me zbatimin e këtij vendimi, por deri në momentin e transmetimit të raportit nuk kemi marrë përgjigje. Këto vendime gjyqësore dhe ndryshime administrative kanë lehtësuar paksa disa kategori pensionistësh, por zbatimi dhe informimi qytetarëve mbetet sfidë, pasi kjo po krijon paqartësi dhe pasiguri të përfituesit e pensioneve. Probleme serioze teknike në termocentralet e Kosovës me pasojë reduktimet. Rrjedhja e avullit në përgypa ka nxjerrë nga operimi njësinë B1 të termocentralit Kosova B, thonë në Korporatën Energjetike të Kosovës, e cila u detyrua të shkyq këta gypa nga funksioni. Janë futur sërish në ngushticën e sikletshme. Këta punëtor janë brenda kalldaje se cila ftohë gjeneratorin e termocentralit Kosova B. Rrjedhjet në sistemin e ftohjes së njësisë B1 bën që ky blok të ndalë prodhimin. Gjirimi brenda kalldas është i njësisë që riparon që 27 vjet sistemin 500 km të gypave që ftohin gjeneratorin. Korporata Energjetike e Kosovës ndërkësh njoftoi mediat se pas vlerësimit teknik dhe për shkak të pamundësisë për të vazhduar operimin e sigurt si rezultat i harxhimeve të larta të ujit dhe rrezikut për dëmtime më të mëdha teknike, është vendosur që njësia B1 të shkyqet nga operimi, si masë parandaluese për ruajtjen e integritetit të njësisë. Korporata Energjetike e Kosovës kishte planifikuar që në prill të hap 2 gjeneratoret e Kosovës B për renovime. Në këtë plan përfshihet edhe rehabilitimi i njësisë A3 të termocentralit Kosova A. Mirëpo, ende nuk dihet nëse ky remont do të ndodhë, shkaku i polemikave me zyrën e rregullatorit për energji. Këtu kemi ardhur në fund të këtij edicioni lajmesh, ndërkaq për informacionet më të fundit, klikoni në portalin tonë rtv21.tv. Mirëmbëngjes.